Bashkia e Vlorës ka nxjerrë në terren mjete teknologjike të pastrimit duke sjellë një mënyrë më efikase dhe moderne për mirëmbajtjen e hapësirave publike. Gjatë kësaj të shtunë një nga automjetet e vogla të pastrimit u angazhua përgjatë qytetores lungomare dhe pedonales në zonat pranë kunetave apo zgarave të kanalizimeve të ujrave të bardha. Sipas ndërmarrjes së pastrimit, këto mjete janë pjesë e një procesi modernizimi të shërbimit pastrimit me qëllim ruajtjen e pastërtisë së qytetit dhe parandalimin e bllokimeve në sistemin e kullimit të ujrave të bardha, krahas pastrimit të zakonshëm të rrugëve dhe hapësirave publike. Mjetet teknologjike po ndihmojnë në përmirësimin e efikasitetit të punës, duke mbuluar më shumë zona në më pak kohë. Fal këtyre pajisjeve moderne, arrihet të pastrohet më thellë dhe më shpejt, duke mbajtur qytetin më të pastër dhe duke reduktuar ngarkesat e punonjësve në terren. Në ditët në vijim, pastrimi me mjete teknologjike do të shtrihet në zonat të tjera të qytetit, si pjesë e planit të Bashkisë së Vlorës dhe ndërmarrjes së pastrimit për të garantuar higjenë dhe mirëmbajtje të vazhdueshme të hapësirave publike. Një nismë që synon jo vetëm një qytet më të pastër, por edhe një Vlorë ku teknologjia vjet në shërbim të mjedisit dhe qytetarëve.